Muhammadun Rasulullah. Falëndërimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbështetje tek Allahu nga të këqijat e shpirtit dhe veprave tona të liga. Atë që udhëzon Allahu s'ka kur që humb, dhe ai që është i humbur s'ka kur që udhëzon përveç Tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet me merit askush tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob dhe i dërguar i Tij. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dërguarin ton Muhamedin alayhi salatu wasalam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në amshëm. Të nderuar vëllezër besimtar, sigurisht se njeriu në këtë jetë shë lloj garancash, dhe përmes atyre garancioneve e merr një lloj serioziteti në shitblerje apo edhe në tregti në përgjithësi, sepse ka garancion dhe ka fitime të ndryshme. Po kur vendoset që është edhe njeriu i drejtë dhe i sinqert, kur t'i jepet kjo lloj garancie, atëherë bëhet shumë më serioze dhe më e afërt për të kryer ndonjë marrëveshje të caktuar. E i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam, ashtu siç na transmeton Ubadi ibn Samit radhiyallahu anhu, thotë kom dëgju të dërguarin Allahut Muhammedin alayhi salatu wasalam duke thënë: kush mi garanton 6 gjëra prej vetës së juaj, ua garantoj xhenetin. Shikoni dhe ndëgjoni me vëmendje dhe koncentrim, nga se këto fjalë janë prej krijesës më të mirë, janë prej të dërguarit Allahut Muhammedit alayhi salatu wasalam, nga se ashtu siç na tregon edhe shpallja edhe Kurani i Kerim se i dërguari i Zotit nuk flet nga mendja dhe hamendja e tij, por se i zbret shpallja prej anës së Zotit xhaleshanuhu. Pra kjo garanci vjen prej njeriu më të mirë, prej pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili thot: kush mi garanton 6 gjëra prej vetës së juve, ua garantoj xhenetin. E para prej tyre, po thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur të falni të vërtetën. Kur t'jepni premtim, mbani premtimin. Kur t'ju jepet diç në emanet, kryeni emanetin. Ta ruani nderin, ta ulni shikimin dhe t'i ruani duart e juaja. Ky hadith është i sakt dhe i vërtet, dhe na nxit dhe na motivon që i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam, që krijesa njeri nuk do të ketë cilësi dhe vetime të cilat mundet të humb xhenetin. E për ta fituar xhenetin do të flas njeriu e prej veprave të para të cilat do të ta zbukuroj veten e tij dhe të jetë shembull për të tjerët, është të flas vetëm të vërtetën dhe të drejtën. E kjo është edhe urdhni i Zotit xhaleshanuhu, ku thot Zoti në Kur'anin e Kerimin: o ju të cilët keni besuar, falni fjalë të vërteta, falni fjalë të drejta. E kjo porosi profetike na bën që besimtari me sjelljen dhe etikën e tij dhe me fjalët me të cilat afrohet tek Zoti dhe synimi i tij është ta fitojë xhenetin, do të jetë i kujdesshëm në fjalorin dhe sjelljen e tij në mënyrë që mos të flas vetëm të vërtetën. Të jetë i sinqert, nga se momenti që e thot të vërtetën, ky njeri regjistrohet tek Zoti i sinqert. Andaj, porosia pejgamberit alayhi salatu wasalam është shumë e drejtë dhe e saktë. Ashtu siç ka ardhur në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: ai i cili më garanton çka ka mes dy nofullave, është fjala për gjuhën dhe rrezikshmërinë e saj, dhe çka ka mes dy këmbëve, ja garantoj xhenetin. Andaj
besimtari do ta kuptoj realitetin, nga se fjala e vërtet do të ketë shpërblim këtë botë edhe në botën tjetër. Pastaj, pika e dytë është mbajtja e premtimeve. Të nderuar vëllezër, mbajtja e premtimeve është cilësi e njerëzve të devotshëm. Ashtu siç na përmend edhe Zoti në surën El-Maide, o ju të cilët keni besuar, kur të jep ndonjë marrëveshje, përmbusheni. Besimtari i mirë dhe i mirëfillt, momentin që jep ndonjë marrëveshje me njerëzit, pavarësisht çfarë favoresh kanë, e sidomos në gjërat të cilat kanë kontakte ditore, javore, mujore, e gjatë viteve me cilat mundet njeriu të ketë marrëveshje të ndryshme, do t'i përmbahet dhe mos ta thyj besën, sepse kështu nuk e tregon fetarinë e tij të mirë, nuk e tregon devotshmërinë dhe devocionin karshi Zotit xhelle xhelalu. E kjo vepër është e lehtë, nga se ai i cili jep një premtim të saktuar t'i përmbahet dhe mos ta thyej, sepse nuk jemi ummet i besimeve të ndryshme, po jemi ummet i Muhamedit alayhis salam, të cilët e besojmë Allahun bindshëm dhe të dërguarin e tij dhe premtimin me të cilën mirëmi vesh si krijesa, si shoqëri, si palë, do t'i vendosim deri në momentin e fundit, nga se kështu e zbaton një rrugë dhe një urdhër të Zotit xhelle wala. Pastaj vepra e tretë është zbatimi i emaneteve. Allahu xhelle shanuhu në shumë ajete të Kuranit i jep rëndësi të madhe rujtjes së emaneteve. E kjo fatkeqësisht në shekullin ton dhe në kohën tonë është shumë problematike rujtja e emaneteve. Vetëm të ata cilët e kanë frikën e Zotit dhe kujdesin maksimal që ta ruajnë emanetin e bëjnë këtë vepër dhe ruajnë këtë etik, nga se rujtja e emaneteve është ashtu siç ka thënë edhe Zoti në Kur'anin e Kerimin, o ju të cilët keni besuar, o ju njerëz, Allahu ju urdhnon që ti dërgoni emanetet tek zotit e saj, tek pronarët e saj. Kur e shohim në historinë islame, njerëzit të cilët nuk kanë qenë besimtar, kanë qenë besimeve të ndryshme, kanë besuar në shumë zota, po kur ka qenë puna te rujtja e emaneteve, kanë qenë të parët. E neve jemi më parësor si besimtar, që një emanet saktuar, të cilin jemi të obligum, apo na është dhënë në besë, do ta mbajmë dhe ta ruajmë, nga se kështu e çojmë emanetin e Zotit xhelle wala në vend, edhe kështu besimi yt dhe udhëzimi të dërguarit të tij alayhi salatu wasalam ka lënë shumë gjurmë në shpirtin dhe zemrën tënde. E kjo është ajo të cilën neve jemi të detyruar që këtu gjërat të cilat janë shumë të lehta të çojmë në emanet dhe urdhën e Zotit ta përmbushim. Pastaj për veprave të lehta tjera, të cilat neve na mëson i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam, është edhe ruajtja e nderit. Ruajtja e nderit, vëllezëni, neve sot e shohim fatkeqësisht në shumë mediume, e shohim në shumë ndëgjime të cilat i kemi njerëz të afërm apo shoqëri të gjerë, të cilët ankohen për këtë detaj. E kjo është njëra prej preokupimeve të cilët neve si besimtar do të jemi të kujdesshëm edhe ta marrim me seriozitetin më të madh që ta ruajmë nderin, nga se nderi i një familje, nderi i një shoqërie është nderi edhe i gjithë vendit ton, nga se kështu mbetet shoqëria jonë më e shëndosh, bëhet më fisnike dhe jemi më të avancuar edhe këtë botë, edhe nesër synojmë xhenetet e Allahut azza wa jall, sepse rujtja e nderit është nga ana e fesë, e feja të urdhnon që ta ruajmë nderin. E neve si pris edhe si besimtar të cilët jemi krye familjar, do të mundohemi që familjet tona, vajzat tona, gratë tona, të mësojmë që se si të veshën, se si të dalin dhe ta kemi një kujdes maksimal, sepse nesër do të pyetësh për familjen tënde, për evlatët tu, ashtu siç thotë edhe Zoti xhelle xhelalu në Kur'an, ja eyyuhalladhina amanu ku
anfusakum wa ahlikum nara. O ju të cilët keni besuar, ruani veten edhe familjen e juaj prej zjarrit lëndës djegës të xhenemit. E përderisa ki këtë përgjithësi, do është tjerë xheloz në fenë e Allahut, tjerë xheloz edhe në familjen edhe vajzat edhe fëmijët e tu, të cilët ka mundësi bëjnë çoroditje dhe degenerim në shoqërinë dhe vendin ku jetojmë. E kjo porosi është porosi profetike parandaluese që është mos preventive që neve të jemi të kujdesshëm dhe ta marrim me seriozitetin më të madh këtë porosi kaq të lehtë dhe të mirë të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj njëra prej etikave të cilat po na mëson ky hadith i sakt i të dërguarit Allahut dhe po na premton xhenetin, e xheneti gjërësia e cilit është sa qielli dhe toka, edhe gjërat të cilat nuk i ka pa syni, as nuk i kanë dëgjuar veshi, dhe janë gjërat të cilat na ka përgatitur Zoti xhaleshanuhu për ata besimtarë të cilët janë të kujdesshëm në këto cilësi dhe veti të cilat i përmendëm. E njëra prej tyre është edhe ruajtja e shikimit. O vllazë nderuam, Allahu Gjelle Gjelalu gjitha ajetet të cilat i ka zbrit me arsyetimin dhe mësimin që njeriu me marë mësime për tyne. Nuk ka zbrit Kurani veç me lexu edhe me bohatme. Kurani ka zbrit ajet për ajet që ta marë mësimin e mirë edhe ta fusim në praktik çdo ajet me të cilën e ka mësuar Allahu Gjelle Vala. E përderisa Zoti po thot në Kur'an, o ju të cilët keni besuar, ulini shikimin. Është edhe për gjinin femrore, është edhe për gjinin mashkullore. E kjo është një porosi prej anës Allahut që ta ruajmë shikimin, se momentin që e ruajmë shikimin, përmes ruajtjes së shikimit ruhet edhe drita dhe fuqia e zemrës tonë. Se momenti kur zemra jote e ka altruizmin, e ka devocionin, e ka dashurinë ndaj Allahut xhelle wala, nuk e shpihen gjërat të këqija dhe gjërat të cilat mundet me kenë shumë me pasoja fatale. E pasoja më fatale është që përmes shikimit, përmes bisedave, përmes arrihet një gjë e cila është shumë e keqe dhe e turpshme për vendin dhe për shoqërinë, e sidomos edhe për njeriu krijesë që është. Andaj dhe Zoti po na thret që ta ulim shikimin, edhe i dërguari Allahut alayhis salam po thotë nëse doni xhenetin, po ua garantoj, veç ulni shikimin keni me hinë xhenet. E kjo kosto ka qelet që është për besimtarin, do të na bëj neve më insistues dhe më të mirë në mënyrë që ti marrim këto porosi të pejgamberit alayhis salatu wassalam, edhe këto mësime praktike që ti pusëm në jetën tonë dhe të bëhemi praktikues të gjendë të fjalës Allahut dhe mësimeve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Allahu na mundsoft dhe na zbukuroft me këto sjellje dhe me këto veçori dhe cilësi të cilat na afrojnë tek Zoti xhaleshanuhu dhe synojmë xhenetin e tina dhe u mësojmë të tjerëve, edhe gjithë tjerët u mësojmë familjarëve dhe të afërmit të tyre që përmes tyre ta sigurojnë xhenetin e Allahut. Allahu na mundsoft. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimi ta kanë Allahut azza wa jall. Salavatet dhe selamet tona ja dedikoj Muhamedit alayhis salatu wassalam. Ashtu siç i ndëgjuam 5 cilësi dhe veti me të cilat njeriu e fiton xhenetin e Allahut azza wa jall, është edhe cilësia e 6 dhe e funit me të cilën e përmbyllim edhe hutbën e sodit, duke lutur Zotin xhaleshanuhu që të jetë dobipruese për veten time, pastaj për gjithë ata të cilët e kanë dëgjuar. E 6 është që ti ruajnë duart e tyre. Është për qëllim mos ti dëmtojnë njerëzit, mos ti godasin njerëzit, mos bëjnë padrejsi ndaj njerëzve. Nga se nganjëherë përmes këtyre duarve njeriu e fiton xhenetin, po edhe të njëjtën kohë e fiton edhe xhehenemin, Zoti na ruaj. Po tregon Abu Huraira radhiyallahu anhu çfarë ndikimi kanë durt. Po thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka qenë një njeri i cili ishte duke ecur rrugës edhe e pa një thirr e cila i dëmtonte dhe i pengonte kalimtarët.
një thirr shumë e thjeshtë. Thot e mori atë thirr, e largoi për rrugës dhe Allahu ja boni xhenetin nasip. E si ndodh kur neve shumë gjëra, të cilat me duart tona mundu me largu të keqen, po me atë masën e të normales. Dhe nuk jemi pjesëmarrës në gjërat cilat mundun njerëzit mu anku nesër në ditën e kiametit duke e drejtu gishin ka ai i cili është bërë padrejsi. Prandaj këto 6 cilësi cilat i përmenim janë mundësia më e lehtë edhe më e mirë që neve si besimtar të afrohemi tek Zoti xhaleshanuhu dhe ta kemi si garancë edhe xhenetin, nga se këtë xhenet pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar se fitohet me gjëra shumë të lehta. E si mos fitohet me shumë gjëra të lehta kur Allahu xhelle wala e ka përgatitur për besimtarët e pastërt, për besimtarët e sinqert, për njerëzit e cilët e dojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, e dojnë shoqërinë ku jetojnë, e dojnë avancimin e saj, e dojnë shoqërinë e shëndosh duke mos pasur asnjë lloj prishje dhe çoroditje. Allahu na mundsoft që të vedisohemi në fenë e Zotit xhaleshanuhu, në udhëzimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe kështu bashkarisht neve që jemi në këtë xhami dhe gjithë shoqëria jonë dhe vendi jonë të jemi bashkarisht edhe në të mirën e vendit dhe shoqërisë dhe nesër në xhenetit e tina. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.